dhe ka marrë masat e para. Aulon Mehmeti hyri në klinikën e pediatrisë me shpresën se djali i saj do të merrte kujdesin që nevojitej. Për krahas shqetësimit për shëndetin e fëmijës u përball edhe me kushte që sipas saj nuk i takojnë një institucioni shëndetësor. Pamjet që publikojnë në rrjetet sociale hapën debat për gjendjen në repartin ku çdo ditë trajton 10 fëmijë. Pas publikimit të pamjeve, familjet pretendojnë se janë përballur me presion nga stafi i klinikës së pediatrisë. Ata deklaruan për Kanal 10 se ndaj tyre është ushtruar presion për publikimin e videove, të cilat sipas si tregonin gjendjen reale në këtë klinikë, teksa kërkojnë që institucionet përgjegjëse të fokusohen në përmirësimin e kushteve për pacientët e jo në adresim të kritikave ndaj familjarëve. Që sa kanë një pjetë të qëndru këto? Që 30. Do dilën mbrëmje e zambuën, por e kush fajë dhe shqiptar merri, po drejtoreshës edhe shetës, se drejtoria ka vetë gjysmë natës me shantazhu. Ndërkohë, publikimi i pamjeve ka nxitur reagim e institucioneve shëndetësore. Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka bërë të ditur se ka formuar një komision për hetim administrativ për të shqyrtuar rrethanat e rastit. Po ashtu, deri në përfundimin e procedurave hetimore, është marrë masa e suspendimit ndaj një punëtoreje teknike. Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka pranuar me seriozitet shqetësimet e ngritura publikisht lidhur me përvojën e një familjeje gjatë trajtimit të fëmijës së tyre në klinikën e pediatrisë. Për këtë arsye, drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës ka marrë vendim për formimin e një komisioni ad hoc, i cili po zhvillon një hetim të plotë administrativ për të verifikuar të gjitha rrethanat e rastit. Hetimi do të përfshijë shqyrtimin e pretendimeve lidhur me trajtimin e pacientit, komunikimin dhe sjelljet e stafit, si dhe çdo lëshim eventual nga ato menaxheriale deri tek ato teknike. Njohësi çështjeve të shëndetësisë Bujar Vitia vlerëson se problemi nuk qëndron te mungesa e investimeve, pasi në infrastrukturën e klinikave të QKUK-s janë investuar miliona euro. Sipas tij, sfida mbetet mënyra e menaxhimit dhe mirëmbajtjes së këtyre hapësirave në praktik. Faktikisht, Qendra Klinike Universitare e Kosovës në vitet e fundit ka bërë përmirësime në infrastrukturë, por ka investuar miliona euro edhe në shtretër. Por fatkesisht këta shtretër nuk po mirëmbahen si duhet. Pra, në njëra anë kemi investime milionshë nga buxheti i shtetit në shtretër të ri, në anën tjetër institucioni lejon që këta shtretër të dëmtohen dhe të mos riparohen dhe të mos mirëmbahen. Pacientët dhe familjarët e tyre thonë se kushtet infrastrukturore në klinikën e pediatrisë, por edhe në klinika tjera, vazhdojnë të mbeten larg standardeve që sipas tyre duhet t'i ofrojë një institucion shëndetësor i këtij niveli. Është tepër qetësuese, njerëz ankohen për barna, për gjithçka ankohen. Do të thonë është katastrofë. Mjesht janë nga ben.